Këtë pjesë të emisionet do të flasim për diçka tjetër. Do të flasim për mënyrën se si funksionon në shoqëria kosovare, por konkretisht në lidhje me nxitje e cila mund të kaloj deri në fiksim. Pra jemi shoqëri që nxisim njerëzit që të fiksohen pas dikujt dhe diçkaje, apo jemi shoqëri që nxisim njerëz të sa i përket të gjërave që çojnë në pjekuri. Do të diskutojmë në këtë pjesë të emisionit në lidhje me këtë çështje e në një inkuadrim të drejt për drejt kemi sociologën Kushtrime Thaqi Idrizi. Përshëndetje. Përshëndetje dhe në studio. Ju përgëzoj për paramanim e temat në cilat ju edhe i trajton Kushtrim. Faleminderit shumë. Është ky koncept, kjo natyra e emisionet, nga tema në temë, nga tëftuar në tëftuar, gjërat të cilat prekin në njërën ose tjetër në forme edhe për ditëshmërinë e qytetarëve të këtij vendi, por Kushtrime, ndalim për të folur në lidhje me nxitjen në brenda shoqërisë. Mendon që shoqëria kosovare është shoqëri nxitse, po në anën tjetër edhe në shoqëri e ndikueshme nga nxitja të tjerëve? Ti mendon nga ndikimi të tjerëve, sigurisht që edhe tjeturit e qytetarëve dhe shoqërisë tonë sigurisht që mbaret edhe prej të tjerëve. Se si të jetojmë, se si të vishemi, se ka shumë ndikim, një kompakt të jashtëzakonshëm. Po, a mund të arri faktikisht shoqëria jonë deri në nivelin që nga nxitja që bëhet nga rrethi, dikush të shkoj deri në fiksim, të arrit të bëhet i fiksuar pas diçkaje ose pas dikujt? Po, Kushtrim, a disi fiksimi po ashtu fillon për një dozës vetjaktësisë. Po ashtu është edhe rezultati kapitalizmit edhe konsumizmit. Sociologët e shohin në këto dy aspekte për shkak të konsumit të lartë të blerjes, së produkteve të reja, të trendeve, pastaj harxhimeve, po ky konsum kaq i lartë edhe sigurisht që e kalon në atë fazën e fiksimit. Po ashtu është edhe një gjë shumë e rëndësishme të dijmë, sepse mbaret edhe krejt çka mediat edhe institucionet t'ju servojnë qytetarëve. Kjo është ndoshta një aspekt tjetër, por është më tjetër e rëndësishme. Përndryshe quhet fiksim moral. Fiksim moral, cilën nëse ndonjë lajm apo një diçka, apo ndoshta edhe ndonjë dezinformat ose palajmërim, qytetarët janë të prirur të besojnë edhe të fiksohen mbas këtij lajmi që lëshohet, edhe për këtë dhe quhet fiksim moral. Fiksim moral. Deri ku mund të shkojë ky fiksim moral? Dhe pse qytetarët kosovar janë, themi, kanë më shumë predispozita për të rënë prej këtij fiksimi? Po, janë disa prej faktorëve. Në fakt, sociologjia nuk e ka dhe aq të thelluar nëse nuk është marrë edhe shumë me trajtimin, është më tepër psikologjia që është marrë dhe është trajtuar më tepër, domethënë në këtë po nëse shohim faktorët social, gjithmonë dalemi gjithmonë tek faktorët sociale dhe tek mënyra e funksionimit të shoqërisë. Pra nuk po diskutojmë për individin, po diskutojmë për masën në këtë pikë. Po, Kushtrim, por është edhe aq delikate sepse ky fiksim fillon sidomos me individin. Edhe ato që vuan më tepër sigurisht është individi, po pa e mohuar edhe ato që do të ketë edhe ndikim pak më gjerë në shoqëri. Po ka faktorë të ndryshëm, cilën janë prej edhe femirisë. Shembull, nëse shkenca dhe studimet kanë prapo dhe na kanë ofruar ato që nëse fëmijët nuk kanë mund për me realizuar një gjë në vogjli, mandej janë të prirur edhe është fiksu në mendet, është ju ngolit në mendet e tyre që në të ardhmen me bopo atë gjë që ka qenë mungesë e fëmirisë. Janë edhe këto faktorë e hershëm të rrethit social në cilën edhe priren si shoqëri, domethënë jo vetëm në Kosovë, është shoqëria shqiptare, është globale ky fenomen. Është goxha delikat. Por
Cila është, mund të themi, cilët janë faktorë sociale ose cilat janë pikat ku shoqëria kosovare nxit më shumë? Nuk po flasim këtë rast vetëm për fiksimin, po flasim edhe për nxitjen që bën shoqëria për gjëra të ndryshme edhe në lidhje me atë se pse shoqëria jonë mund të bie prej e këtyre nxitjeve. Cilat janë pikat e dopta, themi, të shoqërisë tonë, e që letë mund të nxitet? Pyetja jo e lehtë. Por si do që tjetë do të përgjigjem, po flasim... Pyetje po ashtu delikate. Po flasim gjithmonë në mënyrë të përgjithshme, sepse patjetër që është shumë e vështirë të specifikojmë raste ose diçka, po duke pas parasysh këtu edhe mënyrën e funksionimit të shoqërisë, jo vetëm në kohën aktuale, por edhe mënyrën e ndryshimit të shoqërisë. Po, kushtrim, mos harrojmë se burimi konflikteve të ndryshme në shoqërinë tonë janë aq nxitse ose kanë qenë nxitse sa edhe vazhdojnë të jenë evidente në shoqërinë tonë. Mu më kujtohet si e vogël jam rrit duke dëgjuar që për shqiptarët përmeç janë përqa, fisit gjithashtu fqinjet në mesvete besa edhe kanë shku dhe deri te vrasjet për megjën. Kjo është një nxitje, pse se dikush i tha ata të është marrë një copë tokë, a është kështu, a prona jote, edhe mënyra e nxitjes edhe ky ndikim i vrasj dhe të tjerët, domethënë, e bën edhe që burimi konflikteve të jetë edhe vazhdon të jetë fatkeqësisht veç po ilustroj me këtë shembull në megjën e tokave edhe pronave të shqiptarëve që është më rrallë të themi dhe të jemi sinqert, por që fatkeqësisht vazhdon të jetë prezente sidomos në përfshatra. Pra thua që shoqëria jonë ende janë në pikën ku kanë qenë sa i përket çështjes së konflikteve për pronat? Janë online ose sa me frashni Shqipëria çështë që do të jetë na e tregon shumë qartë. Na tregon shumë qartë se shqiptarët me disa gjëra, me disa veti apo anomali kanë mbetur të njëjtë, që do të thotë se vazhdojnë të jenë edhe sot po të njëjtit në sfera të ato që i përmendëm, por edhe të tjera që nuk i kemi lënë në pa në këtë emision. Po që duhet sigurisht shumë kohë. Po, në anën tjetër, a mund të themi që nxitja që bëhet, qoftë nxitja, qoftë edhe fiksimi, e lidhen me vlerat, apo mund të jetë lidhje interese? Vlerat dhe normat janë dy gjëra të ndryshme. Po. Ku anon shoqëria? Në cilin faktor anon më shumë? Jo, isha duke thënë që vlerat dhe normat janë diçka këtë ndryshe, edhe kanë një mur goxha ndarës, kështu që sikur do të ishte vlerë, unë mendoj që do të ishte më produktive, po me që është normat shoqërore, edhe i kufizojnë, por edhe i prin shoqëri të ndryshme të bëjnë veprime nxitëse, jo të shëndetshme për shoqërinë gjithashtu në përgjithësi. E kemi tashmë në lidhje të drejt për drejt edhe Arber Gashi, aktivist. Përshëndetje Gashi. Përshëndetje, kërkoj ndjesë sepse ishim në zonë në një emision tjetër. Pa merak. Faleminderit që na bashkova në këtë diskutim. Ishim duke diskutuar në lidhje me nxitjen dhe fiksimin në shoqërinë tonë. Mendon që shoqëria kosovare është shoqëri nxitse? Është shoqëri që provokon që nxit të tjerat? Unë e konsideroj nga ajo çka e njoh nga historia jonë, edhe ndik është shoqëri ndikuese, shoqëri që ka dëshirë me pas ndikim, dhe sigurisht që shpesh herë bie prej në doktrinimit, edhe nxitjeve përreth, dhe nganjëherë kanë dëshirë që të jenë pjesë e një grupi më të madh të aktivitetit. Çfarë do të qoftë ai, të arsyetuar ndoshta edhe për veprime që nuk mund të arsyetojnë fare, por të janë çështje normale që nuk janë vetëm dukuri e shoqërisë shqiptare. Është pak a shumë te populli latin ka një pjesë të kulturës e cila
shpërfaqet pothuajse gati në mënyrë identike, që është më pak e dukshme për shembull te popullit nordik, për shkak ndoshta edhe të rrethonave historike të cilat kanë kaluar ata dhe për shkak të një emancipimi ose po them iluminizmi, se emancipimi është diçka tjetër, është çështje individuale, por po them për shkak të një periudhe më të gjatë të iluminizmit që kanë kaluar ato shoqëri, kanë rrinë në një stad ku më pastaj disa gjëra edhe mirën me një relaks ma tjetër nga ajo që për shembull ndodh në shoqërinë tonë. Kështu që nxitja në shoqërinë shqiptare është shumë e rëndësishme për arsye se jemi një popull i cili vetëm sa ka dalë nga një krizë e madhe, nga një robni e madhe, dhe tani ndodhemi në një vakuum të asaj që është liria dhe përgjegjësia. Dhe këto dyja pa njëra tjetër nuk shkojnë bashkë. Pra duhet ta kemi përgjegjësinë për lirinë. Dhe përgjegjësia fillon kur unë respektoj lirinë tënde. Dhe kur unë dëshiroj që ti ta respektoj përgjegjësinë tënde, do të ta njoh se edhe ti ke përgjegjësi për atë që ndodh me mua dhe unë kam përgjegjësi për atë që ndodh me ty. Dhe nëse ne arrijmë ta thjeshtëzojmë këtë çështje dhe ta kuptojmë që përgjegjësia jonë personale është ajo e cila e determinon ruajtjen e dinjitetit, ruajtjen e vlerave, ruajtjen e virtytit bashkëqytetarëve tanë, atëherë edhe tema të nxehta mund të trajtohen pak më ndryshe. Unë besoj që shqiptarët janë rrugë të mirë, pavarësisht të periudha kohore në cilën ata duhet t'i bëjmë të ndryshime është shumë më e shkurtër se te popujt tjerë. Por kjo është edhe kvaliteti i shqiptarëve, dhe nuk ka gëzim më pas se që zoti na ka folur shqiptarëve. Po, zotri Gashi përmendet që shqiptarët janë të tillë edhe e tjetra është në periudhën në të cilën funksionojmë. Sipas jush, cila është fusha ose tema që shoqëria jone përdor më së shumti për nxitje edhe që ndoshta është duke funksionuar, kushtimisht po e quajmë? Është diçka që ka funksionuar përpara në kohën e pushtimit, për mas i shembull, kur ishte ajo histeria e madhe e serbëve kundër shqiptarëve, kur ata 1 milion serb në Kosovë, kërcënimet e gjithçka, shqiptarët kanë pas kohë me reflektu mbi aktivitetet të cilat kanë zhvilluar popujt tjerë për ta zhduk qenin tonë. Dhe kjo ka nxit një frymë reflektimi të shumë shqiptarë. Megjithatë, nuk është shëruar tërësisht të gjithë. Ajo shfaqet gjenerat pas gjenerate. Dhe është detyrë e gjeneratave, por pastaj që ballafaqohen me problemet e tilla, sepse ato probleme kanë ekzistuar gjithmonë çështje njerëzore. Megjithatë, për të mos lejuar që indoktrinimi ose nxitja ose keq kuptimi të krijojnë raport shoqëror, nevojitet arsimi dhe parësi nuk kemi hapa para. Dhe sot përgjegjësia më e madhe jonia është që institucionet e arsimit marrin përgjegjësitë e tyre në raport me kohën në cilën jetojmë. Sot po jetojmë në një jetë tepër dinamike, edhe nga profesioni mund t'ju them që pas 10 viteve bota do duket krejtësisht ndryshe nga kjo që duket sot. Derisa para 10 viteve, 15 viteve, në kompaninë time më duheshin punëtorë disa tjerë, tani përmes inteligjencës artificiale po i kursej 20-30 tjerë. Brenda ditës po flas. Jo brenda, po brenda ditës. Si do t'jetë pas 10 viteve kjo çështje. Pra ne duhet të vëdësohemi për kohën që jetojmë. Ne duhet të vëdësohemi se sfidat janë tepër të mëdha dhe para gjenerata të reja nuk është vetëm detyra që kemi pas ne. Janë detyra edhe më të rënda për gjenerata të reja se sa që kemi pas ne. Dhe nëse ne nuk krijojmë hapësirë, nëse ne nuk krijojmë mundësi që gjenerata e re të jetë përgatitur për të ballafaqur me sfidat e tarmës, kjo është përgjegjësia jonë, nuk është përgjegjësia e tyre që vinë pas nesh. Dhe këtu është ai synimi kryesor i debateve që do të zhvillohen dhe kjo nxitje, kjo formë nxitjes është një nxitje pozitive. Dhe këtë nxitje ta shndërrojmë për asaj që mund të jetë një prodhoj rezultat negativ për shoqërinë, prodhoj ato rezultate pozitive që ati dëshirojmë gjithë, dhe të cilat tek e fundit do të jenë aty për të krijuar mirëqenie për ne, për familjet tona, për shoqërinë tonë, për shtetin tonë, dhe të jemi shembull i asaj trashëgimie historike e cila është pjesë e identitetit, po dhe e përgjegjësisë tonë. Edhe e dashurisë që do ta kemi ndaj njëri tjetrit. Po, zonja Idrizi në anën tjetër e di me që shoqëria shqiptare ndër vite ka qenë në prej, po e quaj kushtimisht edhe sa i përket nxitjes fetare. Mendoni që feja ende është pikë referente edhe pikë e dobët sa i përket nxitjes në shoqëri? Po, kushtim mendoj që jo vetëm në epokën në cilën ne jetojmë
por mendoj që ka qenë aq delikate çështja fetare ndër epoka, saqë edhe nuk guxon edhe të preket, edhe duhet të jemi si shoqëri aq të kujdesshëm, saqë është për tepërshmërisë, kur edhe mund të kalon çdo gjë, mund të del jashtë kontrollit. Unë mendoj që është në përgjithësi kombet e kanë pikë të dobët fejnë, e kanë pikë të dobët, kombin në të cilën duhet të ashtoj të patjetër. Kombit në të cilin e ka perëndim të parin, unë mendoj që nuk do të binte ndoshta edhe prej edhe të tjerëve aq, sepse do ta mbante me gjithë dëshirën më të madhe për me pas edhe me zgjeru ndikimin pozitiv tek të tjerë. Por nuk e di, mendoj që si shoqëri është komplekse edhe duhet kemi shumë kujdes në çështjet fetare. Edhe toleranca ne dim ka ekzistuar, por nuk sado që shifrat edhe ulëmtimet të ndryshme që na ofrohen, nuk është edhe ashtu siç duket çështja fetare. Nuk është aq si duket toleranca fetare. Kështu që duhet të përpiqemi si shoqëri, si aktivist, si participues, si shërbys të kësaj shoqërie, në përgjithësi edhe të bëjmë më të mirën për popullin kombin tonë, në cilën edhe ne jemi pjesë e saj. Thatë që toleranca fetare nuk është ashtu siç duket. Në çka aluduat? Çka aluduat sa i përket kësaj deklarate që toleranca fetare nuk është ashtu siç duket? Po kushtrim. Jam plotësisht e vetëdijshme në ato që thash edhe do të argumentoj. Në fakt, duke di që sidomos mbas luftës 99 kemi kanë hyrë lloj grupe etnike dhe grupe të tjera fetare në Kosovë. Që do të thotë se edhe brenda komunitetit, për shembull, po e marr musliman ka përçarje, për shkak se janë bryma të ndryshme. Këto rryma të ndryshme, po ashtu sigurisht mund të ketë edhe mos të keq kuptohemi edhe në religionet fe të tjera, përçarjet, mos pajtimet e kështu. Por duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Ne e dimë që në qeverisjen e presidentit Thaçi ka qenë një zhurmë e madhe për grupet ekstremiste në të cilat po hynë në Kosovë edhe si mbyllazi ose mbyllazi, po qeveria tërë ka hesht, por në fakt më vonë dolën shifrat alarmante edhe rezultoi që Kosova ka qenë një vend me rrezikshmëri të lartë të pjesëtarëve ekstremist në Kosovë, në cilën vazhdon të jetë edhe sot. Por du më ndalë tek çështja me qenë se prekëm edhe fejnë si faktor i nxitjes, edhe si pikë që përdori për nxitje, kemi pas një rast në Gjakovë, ku u raportua që është përdhosur libri i shenjtë i besimtarëve musliman në Kurani në këtë pikë. Apo të kalon në shoqëria jonë e limitet edhe sa i përket çështjes së veprimit duke prekur këtu fenë, a është ndoshta edhe themi pasojë e këtyre nxitjeve edhe të heshtura, edhe veprimet e tilla? Ajo që mbillet dikur vonë do të korret, kështu që nuk di çka, nuk duhet, s'kisha dashur edhe më tepër të komentoj, me të thënë drejtën. Por vetëm sigurisht në rezultat e përçarjes edhe farave të mbjella të mëhershme për përçarjen e popullit tonë shqiptar. Ne dim, tash po hyjmë edhe pak politikës, sepse kam studiuar dhe sociologji politike, kushtrem të më lejosh hapësirën mediatike shumë shpejt, por që ne dim se përçarjet po mendoj tentativat e vazhdueshme slave janë të pa ndalura rreshtura për me destabilizu kombin shqiptar, edhe aq më tepër Republikën tonë të Kosovës. Po thua që ky veprim është rezultati i asaj se çka u mball. Në çfarë forme? Që ti me më konkret. Nuk e ndryshoj, nuk ndroj mendimin. Nuk po kërkoj në asnjë formë ndryshim mendimi, po kërkoj qartësim të
asaj çka thatë, në çka faktikisht po aludoni, çka u karë që kushtimisht unë balë një veprim i tillë? Kush ka vesh për të dëgju, le të dëgjoj, në fakt. Po e thamë kështu si po sigurisht, nëse do miremi me detajet dhe imësinat për përshkarim për publikun, sidomos, e kemi përgjithësi, po, në ato që unë veç e thash, është politika ndërhyn janë që ka qenë edhe doktrinume në përmes, do me thonë, sigurimeve të ndryshme shtetërore të cilat dojnë të destabilizojnë vendin. Kështu që ekziston një shije politike, një fetare të një kombi tjetër që don të përçojnë vendin, e kështu me radhë. Derisa Kosova po bën përpjekjen për paqe dhe ishte në samitin e paqes, edhe a mendoni ose mendoni që Kosovën ka interes ta shet dikush të ecë rrugës së paqes? Absolut jo. Kështu që këto janë faktorë ndikues në cilët me të vërtet dojnë me destabilizu paqen edhe sigurinë në Kosovë, të cilët aq shumë kemi aleat edhe dashamirës meq të vendit tonë për me thjesht me finalizu këtë paqë edhe si vendi si më i ndihshëm në Ballkan, cilën e kemi Kosovën. Po, zotri Gashi, sa i përket kësaj çështje, sa i përket edhe veprimit të fundit në Gjakovë, përdosja e Kuranit. S'pari du të thonë respekt për zonin Drizi se përshkroi shumë mirë realitetin se për çka ka të bëjë dhe si është. Për këtë çështje në Gjakov këtu s'pari do të ketë një vlerësim institucional. Po më ta them, ne e kemi thënë dhe media, thamë edhe më parë që nuk kemi përgjegjës për atë titla dhe nuk kemi kur par interesi në marrë me punë tilla. Për çfarë arsye? Po e shpjegojmë këtu. Nuk po kërkojmë përgjegjës sepse nuk është punë që na takon neve. Ne ishim duke diskutuar sa i përket nxitjes në shoqëri. Edhe këtu pastaj hyjnë edhe veprime të tilla. Nëse më lejon. Ne këtu në Evropë mësojmë që Platoni ishte shqiptar me plis. E kuptove? Ne këtu në Evropë mësojmë që në betejat e Napoleonit shkëlqimin më të madh kanë bërë shqiptarët. Ne këtu në Evropë mësojmë prej kohës Machiavellit që historia e perandorisë romane dhe themelus Romës janë shqiptarët. Ne këtu në Bibël mësojmë prej Shëmpalit që të parë që kanë marrë qytetnimin evropian ose qytetnimin krishterë janë shqiptarë. Dhe në Kuran mësojmë vërtetat e fesë islame. Prej asnjë këtyre librave të vërtetave që përshkruhen këto, ju garantoj me bindjen më të plotë. Ata që i bëjnë veprime të tilla nuk janë shqiptarë. A e din pse? Sepse dhurata e vetme dhe më e madhe që Zoti u ka dhënë shqiptarëve është të mësojnë, ta duan dhe respektojnë lirinë, dinjitetin, virtytin e njëri tjetrit. Kjo është detyra e vetme që shqiptarët e kanë këtë botë. Po e bën këtë. Nuk do të ketë mundësi as kusht, as puspërçarje, as bëj ato që i bën. Ne duhet të respektojmë gjitha besimet. Arsyet se pse lëvizja për ekthim ka bërë ftesë qytetarëve të rikthehen, të edhin populli i Kosovës. Ne nuk mshefemi për arsye se s'kemi arsye më mshef. Ne nuk kemi as një arsye as më frigu. Për arsye se edhe në kohën e luftës kemi treguar se kush jemi. Duhet t'ja jap një shembull, kushtim që është ndoshta interesant për opinionin publik. Ka pasur me një kompani tepër të madhe dhe ajo ishte në një krizë të thellë. Dhe e drejtoja për ato 3 vite këtu në Evropë. Dhe ato 3 vite ishin vitet më të vështira, por edhe vitet më të suksesshme. Dhe tash bëni pyetje, pa si arritet qëllimit. Jo më përgjigj kësaj. E para, liria, pavarësia vendimore dhe vedia që po të kishte shkuar çdo çerkes nuk do të kishte thënë ka bërë burgosh, por e ka bërë shqiptari. Dhe për mua, ndjenja më e madhe e kënaqësisë është që jam shqiptar, jo pse jam i suksesshëm në kompaninë tuaj. Dhe po ta them prapë, shqiptar askush si shqiptar të Kosovës dhe si familje shqiptar të Kosovës që vërtet kanë përjetuar dhunë, kanë përjetuar gjenocid, kanë përjetuar masakra, unë jam rrit në një familje ku gjyshja ime i vajtonte vllazët e vet premtë, që ndruan nga shjetet të vllazit. Dhe çohet sot dikush prej klerikëve, na akuzon ne të na thotë shkoni në Beograd. Është shumë e rëndë, është shumë e rëndë. Por është dash vitet tona
me lexu shumë, me shëru shpirtin tënd. Mas pari, për të mos u bën i dhunshëm në komunikim me tjerë. Ne përjetojmë gjithçka. Unë kisha bërë ftesë popullit shqiptar të Kosovës që të vendisohet për një rrezik që është tepër i madh. Siç e thënë Zonja Idrizi. Me siç mendet Krishterimi në Romë, në Washington, në Berlin, në Paris, në Moskë, në Athinë, a do të më çmendet edhe në Krishterë në Kosovë? Jo, më çfarë? Pse më çmendet na për çmendën tjetër? Ata që shpën për vetin as, a do me shpën Kosovën tash, edhe kjo puna islamit globalisht kanë probleme. Dhe pse janë shpën ata globalisht tani po e kthejmë në aspektin lokal po e shpën njëri tjetrin. Jo, më zotri pse? Pse mu përdor rinia shqiptare e Kosovës sot për luftrat huaja? Pse? Pse të ketë nxitje për mbështetjet një lufte të një populli i cili nuk është kandidat ka lufton, as ka kërkon. I cili nuk ka struktura për katës e cilat i drejton vetë dhe i ka zgjedh vetë për një luftë cilin i imponohet. Pse fëmija shqiptarëve duhet, pse ata duhet sakrifikohen? Pse nuk është e mundshme? Vetëm pyetja e fundit nuk flas më. Pse që këtë përpjekja jonë është sfaku 25 vjet. 25 vjet po i kërkojmë hiç më shumë. Një gjenerat po i kërkojmë të jetojnë një gjenerat të shqiptarëve e fëmijëve tonë paqe. S'po kërkojmë më shumë. Na jepni 25 vjet kohë, pa demonstrata, pa vrasje rrugëve, pa ofendime, pa shallje. Leni shqiptarët që e kanë shtetin e tyre sot të bënë me aq shumë sakrificë, me aq shumë gjatë, dhe janë dignitet. Unë e di që shqiptarët e Kosovës e di, unë besoj në ta, se e di me çfarë përpjekje marramendse e kanë bërë shtetin. Shteti i tyre meriton vlerësim më të madh se çdo kusht tjetër që do më imponu bindje se duhet të jetë kështu, apo duhet të jetë ashtu, apo duhet të jetë ashtu. Ata që kanë besim, xhamia të kishat i kanë aty të shkojnë xhamia në kish. Në rrugë kemi kushtetutën e Kosovës. Zonja Idrizi, në anën tjetër, a mund të themi që nxitet e tilla në shoqëri janë si pasojë e mentalitetit apo si pasojë e rrethanave? Mendoj të rrethanave. Rrethanave. Rrethanave socio-politike. Pra politika hyn edhe këtu si faktor kryesor. Po rrethanave sociale të ndikimit të jashtëm sigurisht në shtetin tonë, në shoqërinë tonë, në përgjithësi, po, edhe pse jo, nëse janë të miksuar në pjesë të tjera të kontinenteve, sigurisht kombi dhe nacionalizmi gjithashtu është pjesë edhe ajo politikës. Ka aq ndikim. Nëse i marrim studius të cilët janë marrë posaçërisht me kombin dhe nacionalizmin, ne shohim shumë qartë që është pjesë politika. Bile ka qenë edhe vazhdon të jetë politikpërje. Po, të nderuar, unë ju falenderoj shumë që u bashkuat në këtë diskutim në Rreth Rrotull. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë për mundësinë. Falenderoj shumë, ishim në këtë diskutim në këtë